Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania pritet të mbahet dasma mes Brikenës dhe Mateos, ndërkohë para ceremonisë nuk munguan debatet mes banorëve. Rogerti paralajmëroi se do të mbajë një fjalim që sipas tij mund t'u aprish dasmën. Rogerti: "Kjo është për fjalimin tim. Si më ftuat apo s'më ftuat, unë do ta prish dasmën." Mateo: "Të pyeti njeri ty prishe." Rogerti: "Do ta prish pra." Mateo: "Çka kujton? Që do të fitosh ndonjë pikë?" Rogerti: "O vëlla, do ta prish dasmën me fjalim o zotni. Do të mbaj një super fjalim për ju të dy dhe nuk do ma prishësh këtë radhë." Mateo: "Po ta them edhe një herë, nuk e mbaj fjalimin unë aty." Pritet të shihet nëse Rogerti do ta realizojë paralajmërimin e tij gjatë dasmës së mbrëmjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.